Për 5 muaj I kryen 10 vjedhje. Megjithatë, as vendi dhe as mënyra e krejt këtyre hajnive që u bën në Ferizaj nga gushti I vitit të kaluar nuk ishte e njëjtë. Sipas policisë, grupi I përbër nga disa persona të mitur në bashkëkryerje kanë kryer vjedhje në markete, lokale afariste e hapësira banesore, duke përvetësuar kështu biçikleta, skuter, telefon mobil, para të gatshme, mjete pune e sende të tjera. Veprat që cilësohen vjedhje e rënd e asgjësim apo dëmtim I pasurisë u realizuan në rrugë të ndryshme të kësaj komune, por në hapësirë shumë të afërt. Sidoqoftë në udhën Ahmet Kaçiku me 13 janar, 5 prej tyre si të dyshuar u kapën nga policia. Pas kësaj u njoftuan edhe disa institucione të tjera. Janë njoftuar 2 qendra për punë sociale dhe prindërit e të miturve të përfshirë për procedura të mëtejme. Duke qenë se të dyshuarit në kohën e kryerjes së veprës penale kanë qenë në moshën e përgjegjësisë penale, ata janë dërguar në një qytet të Kosovës dhe më pas u janë dorëzuar prindërve të tyre. Gjatë hetimeve janë sekuestruar një skuter dhe 2 biçikleta, të cilat do t'u kthehen palëve të dëmtuara. Këta persona dyshohet se kryen vjedhje edhe në tetor të 2024-s.